Pas ankesave të shumta nga pacientët, Fondi për Sigurim Shëndetësor dhe Drejtoria e të Ardhurave Publike kanë kryer kontrolle të përbashkëta në 49 klinika private ginekologjike në të gjithë vendin. Sipas drejtorit të Fondit Shëndetësor, Sasho Klekovski, ky është aksioni i parë i këtillë që nga viti 2012 dhe i njëjti nuk është realizuar për 13 vite. Rezultatet e kontrolleve konfirmuan evazion të përhapur tatimor dhe dëmtim financiar të pacientëve, gjë që rezultoi me gjoba për një numër të madh të institucioneve private shëndetësore. Център на контролата, главната цел на контролата е контрола на придържуване на договорната обврска меѓу фондот и матичните гинеколози, а тоа дека прегледот, ехо, колпоскопија, земањето на бриза, микробиолошко и цитолошко испитување, односно ПАПот, како и сите други диагностички и терапевтски процедури кои се согласно медицина заснована на докази кај избраниот лекар, не се наплатуваат. Drejtoresha e Drejtorisë për të Ardhurave Publike, Elena Petrova, njoftoi se kanë konstatuar se 20 institucione private ginekologjike nuk kanë lëshuar fatura fiskale dhe për të njëjtat janë shqiptuar gjoba. Ajo bëri thirrje deri tek pacientët që të kërkojnë faturë fiskale për shërbimet e tyre. Иако здравствените услуги се ослободени од ДДВ, а најголем дел од овие установи плаќаат символичен годишен данок на вкупен приход од 1% или се ослободени од оданочување, тоа не значи дека неевидентирањето на прометот е без никаков даночен ефект. Оваа пракса го поткопува системот, создава нефер предност на сметка на оние што работат законски, а во поширок контекст води и прогресивно кон зголемени загуби на јавни приходи од сите субјекти кои што се вклучени во и поврзани во таквите готовински плаќања. Како УЈП, како даночен орган, не можеме да толерираме вакво однесување и затоа ќе продолжиме со засилени и координирани контроли и други мерки се раз. Kontrollet u kryen në Shkup, Manastir, Prilep, Tetov, Shtip dhe Strumic. Gjithashtu, gjatë preskonferencës për shtyp u njoftua se 417.000 qytetar nuk paguajnë sigurim shëndetësor. Ky disproporcion, sipas Fondit të Sigurimit Shëndetësor, krijon presion mbi qëndrueshmërinë e fondit, duke i detyruar autoritetet të kërkojnë burime shtesë të ardhurave përmes rritjes së pjesëmarrjes nga përdoruesit aktiv. Gjatë ditës së djeshme u njoftua që shërbimi shëndetësor për të cilin qytetarët që aktualisht paguajnë 40 denar do të kushtoj 60 denar nga 1 janari. Një ndryshim më drastik vërehet në ekzaminimet specialistike në spitalet shtetërore, ku çmimi kërcen nga 380 denar në 720 denar.